Guri I rënd peshon në vend të vetë. Parathënie. Në vendin ku kanë mbetur më pak njerëz se sa kanë ikur në mërgim në kërkim të kafshatës së gojës, përkatësisht në kërkim të një jete më të lehtë e më të mirë, të gjithë ndihemi të huaj. Ne këtu ndihemi të huaj sepse po mbetemi pakic në shtëpitë tona, por edhe të ikurit jashtë vendit për kafshat buke apo për një jetë më të mirë ndihen të huaj, sepse do të bëhen pakic në vendin ku janë. Fjalët atë dhe, më mëdhe, patriotizëm, atdhetarizëm, disi tingëllojnë të zbrasta, madje dhe në disa raste dhe hipokrite. Kemi edhe grupin e të huajve që kanë mbetur në atë dhe, por kanë ndërruar vendbanimin, qytetin, rajonin, në vendlinjen e tyre, por në vendbanimin e ri, brenda familjes. Së shpejti ato nuk do t'i njoh askush, sepse thjesht janë të huaj. Jemi bërë të huaj të gjithë, secili në mënyrën e vetë. Më nuk e njohim dynjan ku jetojmë, duke u shndruar në të huaj secili për secilin. Edhe pse kemi aq shumë lodra që na rrethojnë me qëllim të zbavitjes së argëtimit, nuk ndihemi rahat, as të qetë, por të dëshpëruar të zbrazët. Ndihemi të uritur për diçka të pa identifikuar. Ndihemi të huaj sepse dhe ato fytyrat që njihnim e na njihnin, tash edhe ato nuk kanë kohë për ne, por as ne nuk kemi për ato. Në ngarendje të kërkimit të lumturisë, rehatisë, kurse lumturia e rehatia largohet nga ne çdo ditë më larg, drejt së panjohurës. Vallë, nëse jeta vazhdon me këtë ritëm pa krye, pas disa kohësh a do të takojmë ndonjë të njohur? A do të jetë kush të na thotë mirë se erdhët, na ka marrë malli për ju? Apo ndoshta do të vazhdoj sorollatja e katrahura jonë në të katër anët e botës? Përkundër këtij vrapi në të katër anët e botës, sërish mbetemi të huaj, asesi nuk ndihemi të kënaqur, të lumtur me vetveten, me të afërmit, me ambientin, me krijuesin, por edhe ai me ne. Jam idhtar I maksimës popullore, buk e kryp në votër tonde, por nuk di a do të kem kujt t'ia them këtë filozofi të urtë popullore, a do ta përcjell kush më tutje dhe kujt do t'i përcjellet ajo. Të gjithë të huaj, të gjithë të harlisur, të gjithë të hutuar, me vetveten e për vetveten, edhe pse të gjithë në kërkim të së mirës, më të lumturës, më të rahatshmes. Të gjithë gërmat e fjalët e sipërme I shkruam për të kuptuar mesazhin që synojmë të përçojmë me shkrimet e me poshtme, krah hasanës teknike dhe mësimeve në vepra. Nëse duam të bëhemi shoqëri me identitet, nëse duam të bëhemi individ me identitet, nëse duam të lëmë gjuhën në histori, duhet t'i kthehemi votrës sonë, sepse aty kemi peshën e mirëfillt. Nderin nder e respektin respekt. Kudo tjetër do të jemi një më shumë, numër, por pa vlerë, me shumë lodra për rreth, por argëtimin ton, por jo ata që jemi në fakt. Shoqëritë muslimane anë kënd botës kanë rënë viktimë pre e një situate ngërthyese. Në njërën anë ndrydhen pa vetdije prej forcash si modernizimi, postmodernizimi e modernizimi, ndërsa në anën tjetër ngrydhen prej një tradicionalizmi të ngurtë, që shpeshherë I ngjan kameleonit me çehre të lloj-llojshme në dëm të vetvetes. Eset që kemi paraqitur në këtë vepër, relativisht të vogël janë diçka më e rrallë në gjuhën tonë. Mungesa e shkrimeve të tilla, sikurse dhe mungesa e studimit teorik të shkencave të Kur'anit, padyshim ka shkaktuar dhe mangësi të caktuara në përkthimet deritanishme të Kur'anit në gjuhën shqipe. Njëherë nuk kishim përkthime të Kur'anit në gjuhën shqipe, ndërsa 3-4 dekadat e fundit bëhet një garë e frikshme se kush do të bëjë përkthimin e fundit dhe nxitojnë të quajnë më të mirin. Madje përkthehet edhe nga gjuha tjetër, nga dikush që nuk është teolog e as arabolog, por një grusht lek.
Por çudi, ende nuk kemi ndonjë studim kritik konstruktiv të ndonjë përkthimi të deri tanishëm të Kur'anit, por kemi me dhjetra përkthime të reja. Nëse i hedhim një shkrim Europerëndimit, do të vërejmë me qindra studime nga më të ndryshmet, nga ato gjuhësore, historike, sociologjike, filozofike, në ato sufiste, metafizike, teologjike. Shtrohet pyetja: vallë, vetëm armiqësia dhe paragjykimet i shtyn të huaj të shkruajnë vepra kaq të specializuara, apo edhe kurishtja, nevoja intelektuale dhe përgjegjësia historike? Eset që lexuesi ka para vetës janë një lloj meditimi dhe një përvojë personale, por që me kalimin e kohës konsideruam që këtë përvojë, ashtu siç është me gjithë tiparet njerëzore, ta ndajmë edhe me të tjerët. Ta bëjmë pra publike. Për këtë vepër që kemi para vetës, merit kanë shumë vepra, cilat janë përpjekur t'i përmendim, por sidomos është merit e veçantë e revistës Samarkand nga Bosnja. Nga shumë numra të saj kemi shfrytzuar material, ide, të dhëna, por edhe vijat e të menduarit. Rëndësi parësore i kemi dhënë të përsjaturit për Kur'anin, hadithin e ato që na rrethojnë, e më pak kush do t'jeti i kënaqur e kush jo. Shkrimet në këtë vepër pjesërisht prekin aspekte të shkencës mjaft të rëndësishme të Kur'anit, të njohur si Gharibul Kur'an, që prek dhe semantikën e Kur'anit, nga e cila mësojmë domethënjet më pak të njohura të shprehjeve kur'anore. Quhen garib sepse janë fjalë të rralla dhe kuptimin e tyre e din më pak njerëz. Quhen garib sepse kanë më shumë kuptime, ose kanë kuptime specifike, ose sepse janë fjalë të huaja, të arabizuara, kuptimet e cilave janë të diskutueshme mes dietarëve. Përveç semantikës së Kur'anit, këto ese prekin dhe leksikografinë e Kur'anit dhe të arabishtës në përgjithësi. Zerikeshiu pohon se pa njohjen e kësaj shkence nuk lejohet komentimi i Kur'anit. Ka edhe të tjerë që pajtohen në këtë mendim. Në këtë shkencë ishte i njohur dhe Ibn Abasi dhe shumë të tjerë si Taberiu, Raghib Isfahani, Zamekhsheriu, Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Kathiri, Suyutiu e tjerë. Disa i kemi përdorur drejt për drejt, e disa të rthorazi nga autorë të tjerë, për shkak të pamundësisë për të lëvizur dhe për shkak të shfaqjes së pandemisë. Këtë palëvizje në thojza e ka thyer pak a shumë interneti, ku miq të caktuar kanë ndihmuar me ndonjë lidhje interneti apo me ndonjë ide. Eset prekin dhe temat standarde të besimit, etikës, jurisprudencës, të cilat nuk do t'i cekim veçanërisht për shkak se vetvetiu janë një zhanër i trajtuar. Është prekur dhe koha moderne, pasmoderne, e moderne dhe muslimani i vendosur në të. Çfarë dhe si ofrohet dhe çfarë do të duhej të pranonte muslimani? Teknologjinë pa besim e moral, apo besimin e moralin pa dije e teknologji, apo teknologjinë e menaxhuar me besim e moral? Bota islame sot gjendet e zënë në qorë sokak, ndërmjet formash të kombinuara të modernitetit agresiv shekularist dhe të i modernitetit relativist kundrejt një tradicionalizmi po aq shekularist e militantist. Ky trend është i dukshëm në shumë vende muslimane. Këto forca po e shtyn shoqërinë muslimane në dy kahe, duke u bërë kështu kërcënim për copozimin e saj, ndërsa Perëndimi nxit ndihmon një herë një palë e herë një palë tjetër dhe me cinizëm grabit resurset njerëzore, toksore, nëntoksore, bimore, shtazore, por edhe ato të trashëgimisë kulturore e qytetërimore. Nuk duhet habitemi kur dorëshkrimet më të njohura në gjuhën arabe, perse apo osmane, i gjejmë në bibliotekat, arkivat apo muzeet e Perëndimit. Atje gjenden shumë eksponente arkeologjike, shumë rekuzite gastronomike,
veshmbathje në arteve të ndryshme. Nëse alkimia është një mënyrë e lashtë e pastrimit shpirtëror dhe transformues, nëse alkimia është zgjerimi ndërgjegjes dhe zhvillimit të soditjes dhe intuitës, atëherë dhe niyetja apo qëllimi ynë me këtë vepër synon një purifikim të shpirtit dhe mendjes, për një transformim të vetvetes, sy hapur e mendjeprehtë. Lexuesi nderuar, nga kjo vepër modeste mund përfitojnë disa shtresa lexuesish. I paditur i përfiton dije nga tefsiri, hadithi, fiku, besimi, filozofia, etika e tjerë. Profesionistët mësojnë se duhet të punohet dhe t'i prezantohet opinioni dija e shumë që qëndron e gozhduar në për libra brenda sandukeve, ku qëndrojnë në pluhur, duke i ngrënë dhëmbi i kohës. Duke punuar ata do të na mësojnë dhe më shumë, edhe më mirë, sidomos kur lexojmë shkrimen në gjuhën tonë, në të cilën kuptojmë më mirë, më qartë dhe më ëmbël. Nuk kanë thënë kont stërgjyshrit tanë se guri i rënd peshon në vendin e vet. Pa e tepruar e falenderoj botuesin me fjalët më të mira. Pa këto meditime, këto gërma sado modeste do të shpërndaheshin në eter pa ndonjë dobi. Bashkëpunimi ynë tashmë që 3 dekada, gjithnjë i sinqert dhe gjithnjë i butë, ka dhënë provimin e asaj që theksuam në parathënie, dhe që e kërkojmë në shkrimet që pasojnë. Vetëm Allahu është absolut, atë e lusim dhe atij ndihmë i kërkojmë. Lutja jonë e fundit është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Autori Nejat Ibrahimi, Prizren, 26/6/2020.